Përshëndetje të dashur miq, kolagjen natyral i përgatitur nga lëngu i kockave. Shumë i dobishëm për shëndetin dhe i thjesht në përgatitje. Për këtë recetë do na duhen kocka. Kockat më të mira për përgatitje në një kolagjeni sa më të pastër janë ato të këmbëve të viçit. Fillimisht lajm kockat dhe më pas i vendosim në një tenxhere të bollshme. Duhet keni parasysh që kur përgatisni kolagjen, tenxheria duhet jetë 8 ose 10 litroshe. Gjithsej, kemi përdorur 4 kg kocka dhe 8 litra ujë. Do hedhim aty 2 lug uthull molle, do ta lëm 30 minuta para se ta vendosim për të zier. Uthulla është një përbërës që vepron shumë mirë në nxjerrjen sa më të shpejtë të kolagjenit nga kockat. Do ta ziejmë për një kohë të gjatë dhe në temperaturë të ulët, derisa të gjitha kockat dhe ligamentet të ndahen nga njëra tjetra. Kohëzgjatja e zjerjes nuk është asnjëherë fikse sepse varet nga temperatura që ju do përdorni, por zakonisht është 5 deri në 6 orë. Duhet bëni kujdes që lëngun mos ta lini të shterojë më shumë se ç'duhet. Në fund të procesit, zakonisht mbetemi me 1 litër e gjys lëng. Heqim kockat, kullojmë lëngun dhe më pas unë e vendos tek kjo ena e posaçme në mënyrë që të ndaj yndyrën nga lëngu i pastër. Nëse nuk keni një enë të tillë, nuk ka problem fare. Kolagjenin e hidhni në tavë dhe kur ai të jetë mpiksur ashtu siç duhet, yndyra qëndron gjithmonë në sipërfaqe. Mund ta hiqni shumë kollaj me një lugë. Unë e ruaj gjithmonë yndyrën e kolagjenit sepse është shumë e shëndetshme për të gatuar. E përdor për patate në furrë ose kur bëj supa të ndryshme, ju jep një shije të veçantë. Tavën ku kemi hedhur lëngun e pastër të kolagjenit, e mbulojmë me një zgarë dhe një rrobë përsipër. Do ta lëm në një vend të freskët për 24 orë derisa lëngu të mpikset. Vendosim një letër kuzhine sipër dhe e kthejmë përmbys. Qesja e hollë e kuzhinës që kemi vendosur në tavë bën që kolagjeni të dali sa më kollaj nga tava dhe pa u prishur fare. Më pas e presim në pjesë të barabarta. Duhet keni parasysh që nëse do t'i vendosni qese kuzhine tavës, lëngu i kolagjenit mos t'i jetë asnjëherë i nxehtë, por në temperaturën e dhomës. Siç e shikoni, kolagjeni është mpiksur ashtu siç duhet. Dhe në këtë moment, për ta ruajtur për një kohë më të gjatë, unë i ndaj pjesët pak nga njëra tjetra, i mbuloj dhe i vendos në ngrirje në frigorifer. Zakonisht 10 deri në 12 orë dhe të gjitha pjesët kanë ngrirë. Pas ngrirjes i vë në qese plastike dhe i ruaj për të përdorur në gatime të ndryshme ose edhe si lëng të pastër, një copë kolagjen në një gotë me ujë të ngrohtë dhe lëng limoni. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.